Përfundimisht Albin Thaçi, nipi i Hashim Thaçit mbetet jashtë Asamblesë Komunale të Prishtinës. Emri Albin duket që nuk duhet as pak nga PDK-ja. Albin Thaçi, djali i vëllait i ish-presidentit Hashim Thaçi, nuk ka arritur të sigurojë një ulse në Asamblenë Komunale të kryeqytetit në zgjedhjet e fundit lokale, edhe pse ishte një prej emrave më të përfolur në listën e Partisë Demokratike të Kosovës. Rezultati i tij personal prej 526 votash nuk i mjaftoi për të bërë pjesë e kuvendit në kryeqytet. Ai është renditur i 15-i në listën e kandidatëve të PDK-s, ndërsa partia ka fituar 12 asambleist, duke e lënë atë jashtë përfaqësimit. Kjo situatë ka ngjallur diskutime të shumta brenda dhe jashtë qarqeve politike, pasi Albin Thaçi përfaqësonte një përpjekje të dukshme të PDK-s për të sjellë figura të reja në moshë, por me lidhje simbolike me trashëgiminë e partisë. Si nipi i Hashim Thaçit, një prej themeluesve dhe liderëve historik të PDK-s, prania e tij në listë shihej si një rikthim i frymës së dikurshme të partisë. Megjithatë, votuesit e PDK-s në Prishtinë duket se kanë ndjekur një orientim tjetër, duke i dhënë përparësi kandidatëve me profil më të lartë publik apo angazhim më të drejtpërdrejtë në jetën politike të Prishtinës. Në anën tjetër, PDK-ja në Prishtinë është renditur si forca e dytë politike për nga numri i asambleistëve, duke korrur sukses historik dhe duke lënë pas partinë e tretë në garë lëvizjen vetëvendosje, ndërsa LDK-ja ka dalë para. Ky rezultat tregon se subjekti ka ruajtur bazën e tij të fortë në kryeqytet, por edhe se konkurenca mes figurave të saj të brendshme ka qenë e ashpër. Në rrjetet sociale, rezultati i Albin Thaçit ka ngjallur reagime të përzierë. Disa e kanë parë si dëshmi se PDK-ja po ndryshon profilin e vet elektoral dhe po shkon drejt një brezi të ri pa ndikimin e emrave të trashëguar. Të tjerë me tone ironike kanë vërejtur se emri Albin nuk i sjell fat PDK-s, duke ju referuar një paralelizmi simbolik me kryeministrin aktual të Kosovës, kundërshtarin e tyre politik, Albin Kurti. Megjithatë, burime brenda PDK-s theksojnë se përfshirja e figurave të reja si Albin Thaçi është pjesë e një strategjie afatgjatë për rinovim të brendshëm, dhe se rezultati në këto zgjedhje nuk e përjashton mundësinë që ai të jetë aktiv në strukturat e partisë dhe në të ardhmen. Në përmbledhje, PDK e Prishtinës ka arritur të ruajë pozitën e dytë si forcë politike, por zgjedhjet treguan edhe një realitet të ri. Votuesi i kryeqytetit po bëhet gjithnjë më selektiv dhe po vlerëson më shumë performancën individuale se sa lidhjet familjare apo emrat historik.